në ambientet e kryeministrisë, ku është e pranishme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, e cila ka nisur në orën 10 me prezencën edhe të vetë kryeministrit Rama. Kemi prokurorët të cilët po mbërrin në këto momente në kryesinë e kuvendit. Kujtojmë që më herët është shtyr mbledhja e sekretariatit të etikës, e cila do të planifikonte dhe do të shqyrtonte kërkesën e Partisë Socialiste. Kemi kreun e ri të SPAK, Klodian Braho, i cili është paraqitur në ambientet e kryesisë kuvendit. Ka hyrë tashmë në ambientet e brendshme të kryesisë kuvendit zoti Braho, ndërkohë që kujtojmë se është dhe prokurori Dritan Prençi, që gjithashtu do të jetë i pranishëm. Këto janë momentet e mbërritjes së kreut të ri të SPAK, zotit Klodian Braho, në ambientet e kryesisë kuvendit, aty ku do të mbahet edhe mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe ku do të vendoset dhe ku do të caktohet raporti, i cili më pas do të dërgohet parlamentit lidhur me fatin e